Vetëm disa orë pas prajmit të parë të Big Brother VIP 5, ka startuar gjithashtu edhe Big Brother VIP Fan Club nën moderimin e Kiara Titos. Ky program nisi ndryshe, ku i pari që hyri në skenë ishte fituesi i Big Brother VIP 2, Louise Ailey, i cili prezantoi bashkëshorten e tij. Zonja dhe zotërinj, Çapaqula. Në shtëpinë e tretë më të famshme, se e para është shtëpia e bardhë, e dyta është shtëpia e Big Brother, e treta është kjo ku jam unë, shtëpia e Fan Club BBVIP. Kam ardhur vetëm për një qëllim. Ju do thoni, çfarë do këtu? Unë do prezantoj atë që do e prezantoj. Ajo është një vajzë, një grua tashmë, që nuk do t'jetë kurrë vetëm sepse më ka mua në krah. Janë munduar ta lënë në hije, por hija nuk e mbulon kurrë dritën. Ajo është drita e diellit, bashkëshortja ime, nëna e Lunës, Kiara Tito Ailey. Bëra atë që do të bënte çdo burr për nënën e fëmijës së tij. Tani mua më duhet të iki se më vjen nëna në rinas. A të ri unë apo merresh vetë ti me këto? U shpreh me batuta Louise Ailey. Në fund, nuk munguan as momentet romantike, me Luizin që i dhuroi një puthje Kiarës përpara se të largohej.